Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin. Sot do të diskutojmë prapë për protestën, se kjo është kryefjale tash 36 ditë, 37 ditë sa u bë, për ngjarjet në vend. I ftuari do të jetë miku i emisionit në Xhiro me Syçin, Ergjys Mërtyri, sociolog. Ergjys, mirë se ke ardhur. Me protestën, si sociolog, nuk po të them si politik, sepse unë e di vendosjen tate politike, po si eshe nga ana e sociologjisë, si sociolog, këtë protest. Ç'po ndodh? Çfarë ka aty? A ka shumë rryma? A ka kokë? Unë për shembull dua të bashngjiten protestës, po ku? Vetëm histerisë, si ku duket, a kanë të drejtë protestojnë shqiptarët? Pa dyshim që kanë të drejtë dhe kanë shumë të drejtë, kanë të drejtë për atë që ka ndodhi në Zvornec, kanë të drejtë për pensionet, kanë të drejtë për spitalet, por unë nuk shikoj aty që ka një objektiv më shumë se sa një histeri dhe deklamacione të njerëzve që kanë dëshirë për të thonë diçka, por nuk të tërheqin që ka një vit ideologjike, ka një doktrinë kjo protest, ka një program politik. Dhe politika preashtuese e kësaj protestës. Hikni ju të gjithë dhimbën, më kujtohet 46-ën. Shiko, mund të them si shef nga ana, bëj një kështu një për të kuptuar pse dhe ndodh kjo, përse nuk është vetëm çështje e ushqimore, dalja njerëz në protestë, kena Buktheim edhe, domethënë nuk është vetëm kjo. Sigurisht ka njerëz që mund të ndjen varfëri ka që kam thënë kam qenë 19, këto se din ç'është varfëria. Sigurisht, shiko, ka një studim me që jemi këtu. Ka një debat në shkencat sociale që janë marksistët dhe tjerë që janë grupet që kundërshtojnë marksizmin, për shembull, edhe të majt madjes, Ralph Dahrendorf kundërshton marksistët dhe thotë që njerëzit nuk ngrihen kur i ka ardhur funi ekonomikisht. Përkundrazi, kur janë ekonomikisht të lodhur, të raskapitur, janë më të shtypur se dhe nuk kanë mend me ngret kokë, sepse janë të shtypur. Po historia e revolucioneve na ka treguar që janë në rreth atëherë kanë qenë fare të shtypur. Që ka revolucioni francez. Ata që ngrihen përgjithsisht dhe që janë ngritur dhe kësaj radhe është shtresa mesme. Shtresa mesme nuk është se s'ka me hongër, po ngrihet sepse ka nevojë për disa nevoja për te ushqimit që kanë të bëjë për dinjitet, për barazi, për të trajtuar si njeri etj për shumë gjëra. Dhe po të shohësh dhe shumica e njerëzve që u ngritën fillimisht u ngritën sepse nuk pranojnë që ti ta shesësh vendin oligarkëve, ca horrave që bëjnë si biznesmen, që kanë bë biznes duke vrarë njerëz apo duke shit drogë, dhe pastaj bëhen investitor strategjik dhe marrin troje, bregdete, grabisin, marr troje aty me dhunë dhe pastaj merr leje ndërtimi apo rezorte nga qeveria. Pra, kjo lloj mënyre si trajtohet Shqipnia si monedhë që ti e këmben me horrin e parë që del dhe të ofron gjon e parë, nuk pra indinjon njerëzit dhe kjo mendojnë që ka sjell shkëndinë e parë dhe godinë e parë. Tani këtu ka një fenomen që duhet trajtuar, që ka një diferencë të madhe sot midis elitës politike dhe shoqërisë. Kur them shoqërisë, nuk them thjesht popullit, po të gjitha shtresave shoqërore. Këta e kanë kap skenën publike, këta kanë kap publiken, këta kanë kap shtetin, kanë kap institucionet, kanë kap kompani private, gjithë. Pra ka një kapje totale të elitës. Dhe elita është aty jo përfaqësuese e popullit apo e shoqërisë. Elita nuk përfaqëson asgjë. Po të shohësh dhe jo vetëm në politik, por në çdo aspekt, në biznes, në kulturë, në sport. Gjithë ne ke njerëz të cilët janë elitë që sundojnë me mjete totalisht të pa drejta, që pra gjithë më ignorantët i kanë krye dhe i kapin pushtetet, nuk i shtojnë për qamet. Domethënë ky është realiteti shqiptar. Pra elita në këtë vend është një elitë që nuk përfaqëson asgjë, është jo përfaqësuese. Dhe për sa kohë elita është përfaqësuese, krijohet një diferencë dhe një hendek midis elitës dhe shoqërisë. Elita nuk i përgjigjet shoqërisë. Elita ecën në drejtim pavarur nga shoqëria dhe atëherë shoqëria këtu ndihet e papërfaqësuar dhe kur ndihet e papërfaqësuar ai do kërkojë përfaqësueshmëri. Në një moment do shpërthej. Dhe kjo tash ka sjell disa probleme që thotë ti pse nuk ka kokë. Nuk ka kokë sepse nuk ka elita që ta lexojnë zërin e protestës dhe të prodhojnë efektet e duara politike për ta përcjellë vullnetin e popullit në politikë. Tash ke përmend fjalën elite. Po se ky është gjithë problemi, është e kalbur. Tash i thënë nuk ka elitë. Tash kemi elitë, s'kemi elitë. Nuk ka elita përfaqësuese, ka elita sunduese.
Si kodën verit, për shumë, çfarë përfaqësonte byra politike? Ishin tuf karrocierë, tuf ignorantë. Do edhe këtu është e njëjta variant, si kodën verit dhe këtu janë i tuf ignorantësh, hajdutësh, xhambazësh. Ajo ndodhi. Xhambazësh që kanë pushtet, por nuk përfaqësojnë asgjë, nuk kanë mbështetje. Pra pushteti dhe mbështetja janë dy gjëra krejt ndryshme. Ti duhet të jesh mbështet në sajt të mbështetjes popullore, por mbështetjes shoqërore. Po ti je aty jo në sajt mbështetjes shoqërore, por në sajt mbështetjes së disa grupeve që ndajnë parë, bëjnë biznese dhe vjedhin këtë vend dhe të zgjedhin ty aty që të japësh mundësi të vjedhësh. Jam dakord, kapim një nga një. E para the që është ngrej stresa e mesme. Po. Okej? Domethënë, ju pranoni që ka stres mesme në Shqipëri. Po sigurisht. Statistika. Pavarësisht se është kurrë nuk trajtohet si gjithë botën ka stresa mesme, është një krizë. Tash po flas për Shqipëri. Ku e bazon Shqipëria këtë stres mesme? Sepse nëse themi kemi stres mesme, domethënë kemi një ekonomi stabile dhe që funksionon dhe që prodhon. Po s'është e thonë. Tash kjo stres e mesme, m'fal. Nga është kriju? Është kriju pikërisht nga këto elita. Dhe ta kapi media ku jetë. Jo elita më, e krijon shoqëria më, pavarësisht. Jo. Stresa mesme me të gjitha dhënat ekonomike, ne jemi një popull që kemi të dhëna financiare të dobta, nga më të ulët. Po. Me dhëna sa i bi. Pra, kjo stres e mesme është një stres ballon që është kriju nëpërmjet, ta themi, sot trafikeve dhe korrupsionit. Sistemet ekonomik ku sigurisht dominojnë trafiqet, patjetër. Pra, kjo stres e mesme nuk është ndërtuar mbi bazën e një prodhimi që i bën e gjithë vendi, po është me këto dallaveret që janë këto. Pra, a është kjo stres e mesme kontributore për këtë politikë? Se stres mes për prodhimi këtu nuk ke. Pak ke, ti ke sa tregtar të vegjël, sa zitar, sa dhe ke pastaj ato që ne quajmë oligark. Shiko, në një farë mënyrë ne të gjithë jemi kontributorë, domethënë se kjo është një, shiko. Po edhe ky popull këtyre maskareve jep votën dhe kontributorë edhe ata, domethënë në një farë mënyrë. Po ku e di me që këta që dalin në emër të përfaqësimit popullit tash tin shesh nuk do të jenë po maskarë, se ky cikël është përsërit këne. Ky cikël është përsërit këne. Shiko, unë nuk jam me asnjë përfaqësim dhe unë jam kundër përfaqësimit, se ti the se ju that duhet kokë thëti. Unë them s'duhet fare kokë se këtu kokat na kanë prish punë. Ajo protest e ka vlerën tek fakti që se ka kaq dot askush. Nuk thashë një njeri, kokë një njeri. Flas duhet patjetër. Kudo ka një hierarki. Po, patjetër. Por këtu themi fakti që s'ka e bën protestën më të pavarur, më të pakapshme nga dikush. Se këtu kushdo të jetë kapet, shitet, det, sulmohet, ja gjen ligjet. Domethënë që edhe këto që kanë dalë aty, po t'i afrohet diçka nesër do të shiten. Po ku e di unë, them unë duke pa që jemi djeg shpesh nga qulli, do i frym kosit, dhallës, akullores, çat na dalin, do i frym, se jena mësuar me u djeg. Tani kështu që megjithatë problemi në thelb është që protesta po përcjell një zë mendojnë dhe kjo është vlera kryesore. Faktit që shoqëria është e papërfaqësuar dhe kërkon që politika të ndryshojë, të rrëzojë, pra ta zhbëj fare këtë sistem dhe të prodhojë një sistem tjetër ku ajo mund të përfaqësohet. Dhe unë mendoj që arritet më kryesore do ishin disa ndryshime kushtetuese të cilat do të jepshin përfaqësueshmëri shoqërisë, të tipit kodi zgjedhor, listat e hapura, rikthimi i koalicioneve dhe rikthimi i një pushteti ose një sistemi i cili nuk lejon kapjen e sistemit nga një person. Pra duke kriju balans midis shumë faktorësh dhe duke kriju mundësi që sistemi të jetë i hapur, që kushdo të marrë pjesë dhe të provojë forcat e veta, kjo do krijonte mundësinë që nesër mos dilte asnjë që thoshte unë jam shefi i Shqipërisë dhe unë bëj çfarë duam atë. Këto janë ëndra mbezi që thotë, janë shumë bukura me. Po ëndra mbeze do bëjmë se pa nga bezja pastaj do mundohemi se ku ti bëjmë. Jo, për të qenë më konkret. Ta thash, ka njerëz që dalin protestë, por ti jemi realist. Ju thoni që aty janë përfaqësuesit e popullit. Jo përfaqësues, aty është populli. Populli. Përfaqësuesit duhet dalin. Më e rënd akoma. Po më rënd, po. Qose është populli. Tash kudo në botë e di ka protesta. Në Amerikë janë drejt rreth një 17 milion në gjithë Amerikën kundër Trumpit. Po nuk rrëzohet qeveria. Po nuk rrëzohet. Se rrëzohet nëpërmjet zgjedhjeve, nëpërmjet ajo që pritet ndodhi. Dhe mund mos ndodhi është që në nëndor do ketë zgjedhjet midterm, qose demokratë republikanët e fitojnë, mund t'i bëjnë impeachment, prapë do të shkosh në për një proces. Kjo është rruga e demokracisë. Patjetër. Ashtu. Tashi,
A mund të përfaqësoj gjithë popullin, se popullin unë e shoh në kafe. Janë aty, sa do t'is, 20.000, 30.000, më rom ishin 300. Po, një ditën më të mirë, do 40.000, do 50.000. Ditën më të mirë unë se bëm këtë debat. Unë me nuk kanë 100.000. 100.000. Nuk ka rëndësi se nuk janë çështje termash. Në një ditë 100.000. Këto 100.000 të lutem shumë. Këto 100.000 i herë nuk ishin përfaqësues të territorit Shqipërisë, po erdhën nga Kosova, nga Maqedonia. Prit një minutë kanë ardhur shumë. Nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, gjë që nuk është e drejtë. Është e drejtë ato të vinë. Jo, ato janë shqiptarë. Po ato nuk jetojnë në Shqipëri dhe nuk kanë të drejtë ato të vinë edhe të kërkojnë të nërin tallavan Shqipëni kur Shqipënia. Unë mendoj që ne kena shtëpi të përbashkët, edhe ne mund të shkojmë të protestojmë kjo ata dhe ata kanë ne pse ne Shqipërinë duam soi. Shqipëria nuk është thjesht territori 28 kilometra. I ka shku Edi Rama Albin Kurtit në zgjedhjet që ka një krizë gati 2 vjet që shkon nuk bën dot qeveri, jo, si ka ndërhyr fare as. Ka shkuar fol me Edi Rama ka shkuar i ka thonë kush akuzon Thaçën është idiot. Tash ti mirë më ka dhënë një mendim, po nuk ka çu njerëz atje. Kurse ky bi njerëz në mënyrë të organizuar, tash të lutem shumë. Pema se s'ka provë. Po, tash. E dyta, herë nuk kanë qenë 100.000, janë nga çdo natë janë 2, 3.000, 5.000, 10.000 do t'i sa dush. Por populli otu bë pushime në plazh, populli otu në kampionate botëror, populli otu në kafe dhe këto kalojnë i thonë çouni nga kafja. Shiko, populli tani, për pas e drejta është në dy anët. Populli nuk ka dalë shesh. Kur thu populli ka dalë shesh, domethënë të vinë si në 90 që dalë më shumë se këto. Po nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Ore sa janë më madhe që s'bën ajo. Ore çaj madhe, më ishin 310 më ti. Po pse ti do përditjen aty, po njerëzit janë që atëherë, Ergys, se je sociolog dhe e njeh dhe historinë. Bota ka qenë më shumë se 1000 vetë. 500, 1000, 2000. Sa do ti? Po se po ti shtoj me 10.000, sa do të 100.000, un po ta qitem në statistika, 100.000 do thot mushet bulevardin nga kryeministria 1 minutë deri ke bulevardi i ri. Kjo qitet me sa metër kuadrat është bulevardi, sa njerëz rrin tash e lejm këtë. Ka qenë nga presidenca deri ke afër 100.000 popullsia e Shqipërisë është 100.000? Jo. Por kur nëse janë 100.000 shesh, janë dhe 10 fishi që janë me zemër në protestën, por që s'kan dalë. Se ti nuk shiko, ka një studim sociologjie valla, si jam më në emrin autorëve jam që njihet. Nëse 3.5% e policisë del në shesh, ai pushtet nuk reziston dot. Mirë, dakor. Sepse humbet legitimitetin. Shiko, me aq njerëz që kanë dalë Rama dhe kishte ra këto ditë. Por çfarë marr Ramën? Fakti ka Berishën përballë. Pra Rama rri aty se s'ka kush e zëvendëson. Kaq. Kjo është vetëm gjë që ma, sepse ajo protestë do ta kishte rrezuar jo Rama, por kushdo që të ishte. Kudo në çdo vend botës që kishte bërë do kishte ra pushtetin. Problemi është se këtu del ai thotë që shiko, un jam s'ka tjetër se nena më të mirë se s'ka kush ta zëvendëson. A kupton? Ky tjetri thotë s'kam kush, ta marrë një tjetër më valla. Ky është problemi këtu. Tash dhe këta nga ana tjetër kanë kap gjithë ditën se këtu s'kan parti këta, po ta marr mirë qenë dhe këtë. Po ta marr mirë qenë dhe këtë. Tash ti, kur thu kam shtetje popullore dhe përdor fjalën revolucion, ka një kuptim. Të hysh dhe të marrësh me dhumë institucionet. Ky është revolucioni. Revolucioni ky është. Dhe revolucionet në botë, pra ne po them se ne inflacionojmë çdo gjë, nuk e kam halli ke përdorimi termave tash është revolucionet në botë nuk kanë bërtit revolucion 3 muaj. Po, kanë bërë revolucion. Po kanë filluar, kanë bërë revolucionin, kanë përmys pushtetin me dhunë, kanë marrë. Ne jena kundër dhunës, kështu që tash atë kur je kundër dhunës, fjala revolucione do të thotë dhunë, përmbysje me dhunë. Ka revolucione paqësore, revolucioni amerikan për shkak është një variant tjetër që është u bë pati dhe aty po do, shiko, ka revolucioni amerikan u bë, janë derdhjak me anglezët, janë vrajën po betejë që po ka variante, jo, duhet të them që është varianti i djathës, se unë jam nga duhet qenë i djathë jam kundër revolucionit. Po di pra ti do më fut në kurth mua, po ka variante që unë sigurisht preferoj të përdor terminologji tjetër, por ka variante që mund të pranoj dhe djatha rastet kur një sistem ka nevojë të shemet më valla. Sepse është sistem i ngrit me mrapshti. Çështja është që edhe sigurisht termi revolucion shpesh përdoret në mënyrë inflacioniste si thotë ti, por kërkon të përcjellë një mesazh politik. Jo domosdoshmërisht me gjuhë shkencore, se populli nuk është studiues i shkencave politike që të përdori termat e saktë,
por e përdor në termin e një përmbysje pa dhunë të një rendi politik i cili nuk i përfaqëson ata, i cili i shtyp ata. Jam dakord. Për shembull, ta themi gjë tjetër. Në një farë mënyrë në 90-të, pavarësisht se ti dhe unë bim dakord që pati shumë regji aty mrena, po ai ishte një gjysmë revolucion themi, sepse u përmbys një sistem. Flas nga aspekti politik, nga aspekti kushtetues. Do ta përmend me dy fjalë. U përmbys, jo se e përmbysëm ne, po ishte guri domino, përmbysja e gjithë lindjen, që erdhi kenes, kishte izolim, pra nuk e përmbysëm, nuk e përmbysëm, por e lirun dhe prodhun këtë që kemi sot, regjimi komunist, është një rënje. Prodhoi, po s'kishte u vu, po boni një dorëzim. Pra, pa përmbysje. Edhe kjo është një pa përmbysje. Tash ajo temë që mund ta diskutojmë gjatë dhe pikërisht se ne atë e kemi interpretuar dhe vazhdojmë ta interpretojmë me falsifikim dhe manipulim, jemi këtë gjendje. Sepse ja rezultati aty ne ja objekcione ndaj mënyrës së trajtuar. Ja rezultati aty ne që erdhën në 90-ën. Ja ku ishin fëmijët aty ne që dhe vetë ata. Sali Berisha nuk ishte fëmijë aty ne. Ishte vetë. Ishte vetë. Po pra. Sa ishin vetë, sa ishin fëmijë. Edhe kjo gjykimi sot poshtë komunistat i ka një lorë, ku ka komunizëm sot, këto janë më kapitalista se gjithë, ku ka poshtë komunizmi. Unë mendoj që janë 35 vjet. Unë mendoj që janë komunista, këta kapitalistë. Poshtë sigurimi shtetit, po këtë. Shika, unë mendoj që këta janë kapitalistë, po janë ala komunistë. Mos hyn pastaj poshtë atë inflacionimi, tregon një lloj që ti si popull nuk je kreativ, ka një lorë aty, s'është punë komunizmi mo. Komunizmi ka marru. Problemi është je në një kohë që bota gjithë ka një krizë përfaqësimi, një krizë sistemi, një krizë gjithë dhe ne e paraqesim në mënyrën më banale, ashtu siç kemi paraqetur dhe komunizmin. Pra, gjithsesi është gjë shumë pozitive që kanë dalë njerëzit për të parë në këtë lloj niveli. Padyshim protestat janë. Dhe po kërkojnë një gjë drejtë. Padyshim. Dhe kjo duhet mbështetet valla, sepse në fund fare kjo e bën një shoqëri tjetër demokratike. Që ta mbështes, unë duhet të kemi qartësi se nuk më mbështes një keqe për një keqe tjetër. Po jo mos ka të keqe. Sepse jo, një minutë. Unë aty të jemi sinqert tash, ti je sociolog. Fjala nga vepra, kur e ushqen një fjalë, do të pyes edhe për këtë. Fjala nga vepra e ndan një moment. Kur ti ushqen urrëtie, ha? Do të vrasim, do të bëjmë. Nuk bëhet vonë se çfarë bëjnë Edi Ramës, jo. Po si logjik se në këtë. Dhe këtë ne e paraqesim. Po s'ka thonë kur do të vrasim. Po s'ka rëndësi, sa ai që të vret nuk. Po pra, sot. Ne çfaqem një gjuhë rreti, një gjuhë histerie, një gjuhë delirantësh. Paktën kjo ka qenë për gjithë aty. Ke dalë ke fol tjetër? Jo, s'm dal. Jo se një kam pas kështu, hajde vol, po s'kam dash vetë. Një gjuhë mitomanësh. Pra, prit. Tjetra. Ne ushqem një gjuhë rretje, harrohetin protest. Media, në rrjetet sociale. Shif gjuhë dhunë, vriteni, priteni, qitja në sytë, masakrojeni, QRB, QRM, QRT, QRB. Ne vim nga i regjimu sytë. Jo, ti je sociolog, ti je sociolog, ti nuk duhet ta justifikosh këtë. Nuk e justifikojmë. Ti nuk duhet ta justifikosh. Por duhet them. Gjua urrëties, gjua e përplasjeve. Ka dy rrugë i dashur, Ergys. O me proces, që është demokracia nëpërmjet zgjedhjeve duke këtë ka bëjë gjithë bota demokratike, ose me revolucion me përmbysje. Duan ta bëjnë revolucionin, shkojnë zaptojnë institucionet, po edhe ta bëjnë. Reklam, do kthehemi prapë. Publicitet. Në zemër të Korçës, një diamant i rradh shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Kemi gjuhë agresive, kemi një mentalitet agresiv që e trashëgojmë nga një periudhë që ti e ke jetuar dhe di shumë mirë, që është një periudhë ku
dhuna ishte endemike, ku nëpërmjet dhunës mbahesh pushteti, mbahesh shoqëria, mbahesh familja, mbahesh gjithçka. Mbahesh shkolla, mbahesh edukimi, dhuna ishte instrumenti vetëm për të ndërtuar shoqërinë e re që pretendonte ai regjim. Dhe është vështirë ta shqisësh nga mentaliteti, nga sjellja, nga subkonscienti. 35 vjet, më 35 vjet nuk jesh Ka qenë 45 ato që na ushin. Nuk është puna që ne jemi përmirësu, ne po bëhemi më keq, se unë do të dalë që i gjoj që ato këty pse bëhemi më keq. Edhe bota po shko drejt dhunës. Po bëhemi më keq. Ti ke pa që kanë filluar Bajaku nëpër protesta nëpër Gjermani nëpër këto. Mungon edukimi, mungon shoqëria civile, mungojnë ato që themin e gjithë ditën elitat për të eduku, mungon shembullin politik që parlamenti është agresiv. Dakor. Po pra, në këtë shoqëri kaq dhunshme, kemi protestë që për 38 ditë sa më bë, nuk ka asnjë përveç 2-3 elemente të cilët unë mendoj që ati filtrum, se janë me kapuça që nuk i njeh askush dhe vetë protestuesët kanë shkuar i kanë kap durët që të mos gjujnë policëve. Pra është protestë super paqësore. Po, në anën e super paqësore nuk mund të them se thysh policin, ti bish policin. Po janë tre, unë besoj janë filtruar ata. Ata mund të ketë pru Daç Rama, Daç Berisha, dikush i ka sjellë. Dakor, kush do që i ka sjellë? Ti je dakord që ta arrestohen ata? Ata që të bëjnë dhunë. Merren mas për ato që bëjnë dhunë? Kanë godit policën patjetër, po. Se tash ta arrestohen, do ata të përgjigjen para ligjit, po. Ata të arrestohen tash të marrin, se shiko, ne kemi këtu Belindo Balluku ka miliona euro akuzohet që i ka vjedh, akuzohet, ka akuzë penale, dhe ky nuk e dorëzon prokurisë, e man aty me votat e veta, e man dhe nuk e dorëzon. Dakor, do dorëzohet. Këta që kanë gjyti gur atje, po më le të tetohen dhe këta në shtëpi më burra, kupto pse këta i maketit në rajon aty, se kjo është e padrejtë. Jam dakord për këtë realizim. Si çka? Balluku let përgjigjet për gjitha çka ka akuza. Po pse se dorëzon ti aty në prokurori? Do ta dorëzoj. Ka kërkesë nga prokuroria për atë. Po jo, jam dakord, po kjo është kjo ti nuk justifikon dhunën kundër policës. Jo, absolutisht jo. Jo vetëm jo, unë kam si një. Unë madje jam dhe kundër vezëve. Porosisht. Veza nuk është dhunë. Por më mirë mos bëhet as ajo. E para polici nuk ke se godet se polici nuk është ai që bë politikë. Polici do vishte rrezik, disa prej tyre vijnë protestë mos e lën punën. Polici është për të mbrojtur ty, për të mbrojtur mua, për të mbrojtur sigurisht. Dhe ajo çka po ndodh në Shqipëri, që është e frikshme, është se është vrarë autoriteti i shtetit. Kudo policia bot. Po ta kush ka protestuesi fajin? E ka qeveria valla, që bashkëpunon me krimin dhe policia nuk bashkëpunon as me prokurorinë, bashkëpunon me krimin. Dakor, ke drejt. Përderisa ato sillen. Po aty nuk janë gjithë policë lidh me krimin, ka edhe policë hallë që me marr familjen. Për policët tek janë njerëz se për 500.000 lekë aty është përballen me lloj. Përballesh me mund të keq sinqerisht. Sigurisht ata janë njerëz që duhet me i majt me i vumë shpatë. Si ato që janë aty, ata duhet të shkojnë familjen, bëjnë një punë të vështirë biles që. Por shefat e këtyre, ata që drejtojnë, ata që bën pisliqet, pra ata s'kan pikë respekti dhe ata janë. Prandaj unë them që ju si sociolog, media, bjoja parë, ne duhet të instruojmë një procesi për sensibilizimin e dhunës që po paraqitet në Shqipëri në mënyrë të frikshme. Dhe, po them, Ergjys, kur të vi puna që të bëhet anarki, ti e di shumë mirë atë thënien e Thomas Hobbesit, në kohën duhet Leviatani, thotë që ai ishte lufta gjithë dhe kundër gjithëve. Ai ishte kundër monarkisë. Pastaj kur u bë anarkia, tha, më mirë një monarki absolute se anarki, se nuk e di kush është kush. Pra, domthon, më mirë një shtet që e di që është i fortë dhe shteti kudo. Kudo Ergjys shteti, policia është forcë. Nuk po kërkon protestë anarki. Çfarë është ushtria policia në çdo shtet botës? Forcë. Forcë për të marrë ekuilibrat e një shoqërie. Forcë mbështet me ligj, jo forcë. Jo forcë arbitrare. Jo, jam dakord, ne kemi nevojë për shumë gjëra, po kemi nevojë të ndërgjegjësohemi si shoqëri dhe dalim protestë dhe padyshim të kërkojnë protestë. Po ja dhunë tash, se dhuna verbale që është përdorur. Jo, dhuna verbale është përdorur që nga dita parë. Cila është dhuna verbale? Që thënë Ramanburg Berisha Burg? Jo, te Ramanburg Berisha Burg nuk është gjë. Po vrasim, do të tërheqim litar, do t'ju morim këtë, do t'ju bëjmë atë, po pritet valla se duhet krijosh një klim se këto perëndimorët që vinë dhe na japin me neve, ti e di që Londra
Ka gjithë investimet e biznesit, gjithë grattacielët që janë bërë 30 vjet e fundit janë bërë nga oligarkitë e lindjes. Ti e di që klubet e futbollit i morën gjithë oligarkitë e lindjes e arabët? Po nuk thonë aty ato për vetë që po thonë shqiptarët që na kanë ardhur, shqiptarët që kanë ardhur kapini ju, anglisë, kapini ju francez, kapini ju gjerman dhe mos na vini me kërku lekë aty në që i kanë bëu atje, na i kërkoni neve këto. Kërkoni lekë oligarkëve atje. Këto double standard i Europës. Dhe ne që shkem si qorrat, ky është një proces i vështirë. Do të jetë proces i vështirë dhe i gjatë. Edhe sikur të marrësh ti nesër, ë? Marrësh nesër gjithë ato revolucionarët e bulevardit, ti vesh në shtet, në administratë shtetit, do të ballafaqohesh me të njëjtën situatë. Normal, patjetër. Pra ne po të themën, duhet ju si sociolog, njerëzit që i thonë vetes intelektual, që kanë dy parë mend, që duan këtë vend me përmisu, duhet pranojnë që do të nështrojmë një procesi. Ideja ime nuk është me ndru një autokrat me një tjetër, se mendojmë që ky autokrat i ri mund të jetë më i mirë. Ne duam të rrëzu autokracinë. Paktën unë kështu e shoh. Ne duam që të ketë rregulla loje ku ai që është në krye mos sillet sigurisht padroni i Shqipnisë. Pra ai që është krye të ketë mundësi të rrëzohet. Praktikisht demokracia, ata që kanë ndërtuar demokracinë kanë thonë këtë. Qeveria ka pra është e paragjykuar që në thelb. Sepse duke pas pushtetin, njeriu priret ta përdorë pushtetin në funksion vetes. Thotë Regani, nuk ka qeveri të mirë. Tashi demokracia si sistem është ndërtuar pikërisht nga kjo premisë, duke u mundu me ja marr nga durët aty. Jo, duke krijuar pavarësi institucionesh dhe kontroll. Me ja marr mundësinë që të bëj keq. Pra që do thotë check and balance. Pra do thotë që ne ta rrym hajdutin, ose në fakt shpesh e përdoret fraza hajduti ru hajdutin. Domethënë, në këtë kuptim, demokracia në thelb është një sistem i cili është ndërtuar për të rrëzuar qeveritë. Jo për t'i majt, për t'i pushtet. Pra, rregulla e lojës, zgjedhjet. Po më rotacioni, gjitha këto janë instrumente me pengu një qeveri që t'jetë gjatë në pushtet dhe fuqishme me shumë pushtet. Nuk ka diskutim. Edhe në këtë mes, ne nuk mendojmë që problemi është thjesht Rama si person apo Berisha si person. Këta janë si persona. Por problemi është dhe i sistemit që i ka kriju këta, i mban aty dhe nuk i let atë bin. Po ç'kupton me sistem? Se ky është sistemi. Ky sistemi kapitalist. Unë pavarësisht se protesta ndoshta nuk e artikulon dot këtë, por këtë duhet dalin njerëz të artikulojnë, ta lexojnë vullnetin e shoqërisë dhe të artikulojnë. Po unë mendoj që këtu duhen rregulla loje, 1, kodi elektoral, 2, futja e referendume, futja e mekanizma të cilat e bëjnë një pushtet që t'japi hesap, t'japi llogari diku. Nga ana tjetër, një kod për partitë është i domosdoshëm, që të mos dalësh ti aty dhe unë mbret partinë time bëj çfarë du. Ndërkohë që këtu partitë nuk janë të individëve, partitë janë të shoqërisë. Pikërisht pra, po këta i trajtojnë sigur janë në SHPK. Pra, këtu duhet që të gjithë partitë mos kapësh partitë dhe pastaj kur mos kapësh dot partitë, mos kesh mundësi me kapas qeverinë as shtetin as opozitë as gjë. Normalisht se ne skemi demokraci brenda partijës. Këto janë instrumente. Në momentin që ti ke krijuar rregulla loje ku qytetari ka mundësi të rrëzojë ty, atëherë ai që do vinë pushtet do jetë më i matur se do e di që do rrëzohet, nëse do e teprojë. Kështu ka funksionuar bota. Unë këto deri tash sigurisht demokracia nuk është sistem perfekt, por rezulto bile sot me shumë probleme. Por sistemet mirë nuk di ma la, kur të shpike njerëzimi një sistem tjetër. Jam dakord me këtë logjik. Ne s'po shpikim rrotën, ne duam që t'jena si vendet e tjera në vende normale. Problemi është që ne s'kemi rrotë. Pra të vëjmë rrotën një herë. Problemi është që ne s'kemi rrotë. Kemi qere edhe. Ta kam fjalën këtu që të gjitha këto që theti për kodin zgjedhor, për partitë, për transparencën e partive, ka i marrë ndje këto parti me financat e herë. Financat e partive. Janë miliona dollar që përdoren. Këto sistemet e brendshme, kush sundo partitë, si është fryma e hierarkisë, çështja e gjykimit brenda partive. Sepse këta mendojnë që brenda partisë gjykojnë si duhet dhe s'ka punë askush. Tjetra, financat, tjetra, transparenca në zgjedhje. Pra ti hyn zgjedhje, ty të paguaj oligarku që jep Edi Ramës, jep dhe opozitës. Dhe kanë të njëjtën sillemi janë dy rrugë. Pra të njëjtët pare, të njëjtët ortak që punojnë me Edi Ramën, që bërtojnë kulla, japin katet dhe kthej nga opozita. Jam dakord me gjithë po ti pranoj. Po sillemi ka dy rrugë. O përmbysje me dhunë, o këto do shkosh nëpërmjet rrugës politike që është nëpërmjet Po, duhet dhe ligj për mediat, se rrugë tjetër. Po,
Për mediat nuk Se diskutohet. nuk mund të lejohet tu që ti bën pallate, bën resorte, bën Me tendera nga shteti. Bën edhe televizion ti që më i bë kritik qeverisë ti me sepse media është pushteti 4. Pra pushteti 4 merr të mira nga pushteti i parë. Për ditë unë ti e di që me pushteti 4 merr. Po pra, tash kjo nuk mund pranohet që pushteti 4 të bashkëpunohet dhe të zhgryhet në llumin e pushtetet e tjera, edhe pastaj gjasme do bëj dalë aty të bëj thot vërtetën për pushtetet nga të cilat marrin lekë. Kur ishte me pushtetin, i bëjte fresk, tash që duhet paguaj 2 milion drita se e di energjinë elektrike, nuk e di mallaj, se mall dikte ai, thot telefoni o mall. Tash ky pra, tash i kthehet e ka protestën kështu. Një ligj ngushtë. Një ligj për media duhet të pengojë konfliktin e interesit, që e para mos ta kapi njëri mediat, të kenë aksioner, dhe e dyta të vetë që këta të mos marrin mot tendera, do të bësh media dhe televizion. Si është politik, do të merresh në politik, po mos jo të marrësh ti tendera nga qeveria. Edhe në media, do të merresh në media. Kështu që të gjitha këto janë akumulu për 35 vjet. Po pra, po si bëjnë këta, sepse këta gjithë kanë përgjegjësi. Dhe unë jam dakord në që duhet një tundje e madhe e kësaj klase politike. Por po sillemi vje prap aty. O përmbysje me dhunë, o proces. Proces është, nuk është shikoj, nuk ka dhunë nuk ka për të pas. Këto që po bëjnë, presioni që po bën kjo protestë është shumë i mirë, se dëshkun një herë kjo qeveri, dëshkun, se kështë ranë qëtësi, kam të thëgjazhoda, edhe e të ndoj, edhe Rama, po të shohësh, kryeministri Rama, e ka ndrru gjuhën të shi. Pa e ka ndrru se s'ka më i ka s'ka fytyrë më dalë. Dhe duhet marri masa, e ka ndrru gjuhën. Por, problemi është që në për këtë proces, se ne kemi provu në 90-ën që prodhum, ja, këte që kesat. E kemi provu në 97-ën që prodhum, ja, këte që kesat. E kemi provu në 98-ën, ja, këte që kesat. Pra, po për herë të parë kemi një protestë e cila kërkon ndryshim sistemi. E tham pra protestën. Pra do të thotë ndryshim sistemi, çfarë sistem komunist? Jo. Shqipëria e re 46. Sistemi politik. Dhe sistemi politik. Ku përfshihet kodi zgjedhor, ku përfshihet sistemi politik strukturore. Po ku do bën ndryshime politike? Edhe në Amerikë ndrohet konstituta. Po protesta nuk po kërkon hiç lenën dhe imprenën. Por kjo protestë po kërkon të ndryshojë sistemi politik. Ajo çka desha të them. E gjysë është që në këto situata që ne kemi kalu, do në që nga formimi i shtetit shqiptar, ne nuk kemi të regu pjekuri dhe fatkeqësisht, armiqët tonë thonë që shqiptarët janë pa afër të bosh shtet. Dhe ne kemi pas një rrokupuj në historinë shtetërore tonën. Kemi pas diktaturë, pra a mos noshta një pyetja parë është ku janë elitat ndërgjegjësuese dhe përgjegjëse për këto momente historike. Zero. Je dakord me mu zero? Ja. Përkundrazi, ky është problemi këtë vend. Përkundrazi, se kanë gjithë kap, gjithë i shërbejnë këtyne. Shoh njerëz që deri dje i kanë shërbyer Berishës, mas ne erdhe Rama i kanë shërbyer Ramës. Tash që i po bi Rama ndrojnë lëkurën dhe na dalin gjithë si Pons Pilati që janë burra të mirë, njërin tjetrën. Ti di më mirë se unë, s'o nevoja me i përmend me emra. Pra, janë pikërisht ky shërbim edhe në kohën e 90-s, kohën e komunizmit. Ishte pikërisht ajo elitë që i shërbeu, edhe dolën krah tjetër dhe ja ç'a prodhove. Edhe sot janë pikërisht këto që i shërbejnë Ramës e Berishës dhe ndrejnë qell dhe mas ne tërhiqen dhe thonë, pra ne duan rregullat e lojës. Pra ne po themon që duke drejtu gishtin vetëm ke një, pa i kthy gishtin vetes ton, pra ai sa ka përgjegjësi. Edhe unë po mor përgjegjësi që s'kam qenë këto 35 vjet, s'kam punë fare, as si kam marrë 1 cent i shteti, as kam punuar në shtet, kam qenë punë time në jetë time, edhe unë kam përgjegjësitë e mia që s'kam bë më të mirën. Por sa kam fol, pra ne them pra, kjo është shumë e drejtë që thotë. Tu ne puna herë drejtojmë gishtin ke vetja. Sa kontribuojmë ne këtë për këtë keqje dhe a mos ta përsërisim më këtë keqje dhe kjo ishte ajo. Dhe ti ke shumë drejt kjo dhe pra ne duhet ndryshu rregullat e lojës, sepse rregullat e lojës krijojnë mundësinë që këta që dredhin, këta që abuzojnë, këta që manipulojnë, këta që rrejnë, këta që përfitojnë, vjedhin, i bën gjitha pisligjet dhe janë elit, këta të mos kenë mundësi që të mbjetojnë, sepse të le rregullit mbjetosh. Pra nëse këtu do ketë mundësi për fajsueshmërie në politikë dhe do ndryshohet lumi, nuk do marrë të njëjtën ujë të qelbut.
do sjellë rrjedha gjë të re, kjo gjë e re do ndryshojë edhe në çdo aspekt tjetër. Shiftesh ato që deri sepse po pra deri ajo I thoi të Skënderbet deri dje tash për një partiti ke njisha dhe servile. Pra lideri dhe servilët. Dhe kjo ndodh kudo valla, kjo ndodh në universitet. Shefi janë servilët, kjo ndodh në ndërmarrje, kjo ndodh për drejtori servilët. Ato të tjerë janë maçi, është kultura jon pra, është kultura jon dhe kësaj sepse në këtë vend, në këtë shtet, ata që janë kokë kanë krijuar hierarkinë e maskarallikut, e legendlikut, e servilizmit, e hajdutëve, e xhambazëve. Dhe kjo shfaqet në çdo qelizëm, në çdo ku ka I minimum pushtet. Kjo skema. Kjo mendoni ju se kjo duke ardhur revolucioni bulevardit do ta përmysi kët? Jo. Unë mendoj që kjo duhet filloj, është, po them prap, është proces. Jeta e një njeriu në historinë e një vendi nuk është asgjë. Dakor. Jeta e njeriu në historinë e një vendi 30, 40 vjet, 50 vjet, pse na ran neve ky fat, kanë humb jetën në luftën e dytë botërore miliona njerëz. Ti e di shumë mirë Marko. Kjo hap rrugën. Duhet hap rruga dhe duhet fillu që të ndryshoj koka. Dhe kur ndryshoj koka, avash do shënohen pjesën e tjera të shërbimit. Problemi është që duhet bëhet me kujdes, se padyshim ka korrupsion, ka trafiqe, ka gjitha. Por edhe në anën tjetër që ti jemi realist. Ti e di, po ta thash për në Angli, po ta them në Amerikë. Paret kesh 70-80% janë vinë nga trafiqet, pse s'ka trafiqe në Amerikë? Trafiku më I madh tregu më I madh atje është kokaina se I drogës. Dakor, po ndryshimi është që problemi është ka dalë Trumpi me shit. Jo. Pas ky s'ka dalë, nuk më mendoj që pas ka dalë me shit drogë. Po jo drogë, po ky me parat e drogës po gradacela apo i kanë dalë me prokurime gjona dhe ta thash në Angli më ta thash në Angli nga janë nga oligarkia tash. Do mund të ketë që po nuk janë tash, nuk janë dukshëm këtu I dinë gjithë, po I dinë ne nuk I di drama apo. Problemi është që atje nuk kapin dot shtetin. Shteti I lë për interes vet. Tash kjo është sa tjetër. Problemi është që unë mendoj që shqiptarët kanë nevojë për urti, kanë nevojë për ndërgjegjësim, kanë nevojë të ulin tonet e dhunës, atë ashpërsinë domthon, a kanë drejt të revoltohen, po më la çdo njeri ka siç thot Camus, unë revoltohem prandaj ekzistoj. Po tjetër. Po. Për ndryshe çaj, ha buk fleju. Revolta është. Po, revolta e detyrë. Me që the këtë se te Camus është edhe thelbi, domthon revolucioni është I majt, revolta është e djathtë. Dhe këtu në plekset revolta me revolucionet aty në shesh dhe bëhet pak më komplekse. Unë mendoj që por revolta është mënyra se si njeriu jeton, sepse njeriu duke ndesh me padrejtinë nuk mund ta pranoj padrejtinë. Revolta është njerëzore dhe është reaksion, më reagon vetvetiu njeriu. Për një gjë që po të mos a kesh këtë revolt mbrëmshme, atëherë nuk je qenie njerëzore, e pranon padrejtinë, duket normale padrejtia, atëherë je qenie jo morale, a kupton? Por megjithatë, unë them që ne duhet të kemi ca ekuilibra shoqëror dhe një atë fjalën e lidh se përdor do të bëj. Se përdor se kemi. Po shiko, një grup që të marrë përgjegjësi më dha, siç morën rilindasit. Para pavarësisë, ose siç morën 44-ën. Shiko, elitat, themun, 43-44, nuk krijohen me ditë. Ja, krijohen nga ndaj. Tu jam dakord. Por duhet hap rruga që këto elitat krijohen, mos sundohen nga shtresa sunduese, pra mos jenë thjesht grupe që drejtojnë dhe kalcifikohen nëpërmjet korrupsionit dhe rrin aty në trashën nëpër kolltukë dhe si lëshojnë. Se këtu është çmendurim valla, këtu ke nëpër universitetet e tij që është ai dekan, bëhet rektor, pastaj bëhet prap dekan, pastaj bëhet shef departamenti, pastaj kthehet prap rrin po këta dhe e ndajnë e ke parasysh, thon këmbejnë në karriget me njëri tjetrin dhe rrin po këta. Shkolla me këtë derexhe. Po. Se një nga arsyet e agresivitetit, se ju përmendët diktaturën e Enver Hoxhës, dhe me drejtë ashtu ka qenë diktaturë më të mërshme mos ka kush, por njeriu pat një lloj edukate atëherë dhe njerëzit kanë qenë shumë të lexuar. Tash ta themi drejtën. Nëse kjo vlen për tu sot ti ke një ignorancë të madhe. Diskutu po. Sot ti ke një ignorancë të madhe. Ke një ignorancë të madhe që shfaqet. Ignoranca vjen nga një gjë tjetër se ty ignorantët I kanë krye. Po dhe ty po nuk mund të pra edhe ajo dije që mund të kesh shoqëri ignorant as Sali Berisha as Ramës. Jo, ato jo, nuk po them ato ja. Pa edhe ata më burse, nuk është se ata janë tash kulmi I dijes, domethënë. Se unë I kam pa domethënë kur artikulojnë ide politike. Tu flasin politikë, s'po thajmë në fusha të tjera të artit e kulturës, nuk
terminologjit i kanë problem, domethënë, nuk ose e njohin politologjinë thelb. Megjithatë, këtu jam dakord, politologët asnjëherë nuk para rrallë kanë janë bërë karrierë politike. Ka din me studiu, po me ushtruesh sport i më i komplikuar. Ato profesorët Por marrin financa, bëhen profesorë, por nuk dinë me bëj biznes. Megjithatë, nuk po i akuzojmë për këtë, por këta, duke qenë se duan të mbjetojnë nëpërmjet servilizmit, kanë vuajë ignorantët, kanë afruar ignorantë, jo njerëz të ditur rreth vetes. Dhe bo shtet me ignorant, pastaj kjo është masa, ky është pra, ti normalizon anormalen. Ja. Në hierarki. Tigrat e Azis përfshi dhe Kinën, e di pse po hesin aq lart. Se i kanë kushtuar edukimit. Patjetër. Sigurisht. Në Japoni deri 6 vjeç thot fëmia ka marru. Edukatorëve të kopshtit ka rrogën e një ministri. Më thuaj ti mua tash se ky është se këtu është katastrofë. U bën zgjedhje në universitet, se me që po flasim për edukim, pra, domethënë si do përballesh ti tregun e punës, do shkosh në Europë ti, e do të vinë kompanitë e huaja aty, ndërkohë që ti duhet të kesh punëtor të kualifikuar. Që ai të punojë, sepse sot puna është e kualifikuar, nuk është punë krau, që të vijë të sjell Volkswagenin edhe ti do ndërtoj do ndërthej bullona i vetëm. Ti duhet të kesh universitete që të punojë pra të prodhojë njerëz që kanë kualifikime të duhura për të punuar nëpër kompanitë tuaja. Tashi ai në universitet valla, ti u bën zgjedhje, dolën në disa universitete, dolën që kandidatët ishin me plagjatur. Dhe vetëm që nuk u skarcuan nga gara, po pikërisht ata që ishin me plagjatur, të gjithë fituan. Tashi çfarë ti themin e kësaj? Jam plotësisht dakord, ka degraduar, do unë këtu them. Pra këtu është si kap sistemi në çdo pikë, edukim, sepse ignoranca thot për ta mbyll me atë gjerkfishën, ignoranti dhe rujna Zot thot për ignorantit dhe dëshirumit. Pra, ne jo për fajt njerëzve, por për fajt sistemit që kemi ndërtuar një ignorancë të madhe. Shkollat kanë degraduar. Apo jo? Se ti merresh me arsim. Arsimi është nga shkollat kanë degraduar. Nga fushat më kryesore që ka degraduar. Para 2 ditësh po kaloja ke 2 kullat këtu. 2 fëmijë 10 vjeçar me një doja bëj, doja qërë bë, do ta shkatërroj, do ta vras, do ta bëj, domethënë fëmijë 10 vjeçar vën që të luajnë me topin, vën që të kenë një hobi, vën që kenë një gjë në rrugë me një gjus, pse? Reflektojnë atë që në gjën që nga shtëpia, që nga shkolla, që nga parlamenti, që nga bulevardi, që nga politika dhe atë të reflektojnë. Që nga komentet në për këto blogje, në për këto rrjetet sociale, futet ai burr plak, unë shikoj paca militant partish që futen aty me gjuhë të ndyrë, me gjuhë banale të ndyrë, se nuk është problemi vëllave të pista, po banaliteti dhe perversioni në cilën e flet dhe janë veç nga 6-7 vjeç më. Shifi si shkruajnë fjalët, i shkruajnë gjithë me gërma të mëdha. Po, s'din me vu presje pikë, domethënë. Jo, po i shkruajnë fjalët gjysma, edhe kaq dia i bë që spioni i sigurimit, kët djebile si dhash përgjigje një urrëtie patologjike pa shkak, se unë mund të urrej ty, po nuk kesh bëj gjë. Po. Është normale dhe logjike dhe drejtë. Urrejon ty, megjithatë urrëtia është gjof, po me që hiqemi dhe si europiane, si kristiane, si fetar, urrëtia është helmo shpirtin tat. Dakor, po unë urrej pa drejtësinë. Pa drejtësia diskutohet. Edhe atë që bën kryer urrëtia, po ti hym edhe teologjisë, edhe me ti që merresh me humanizmin, edhe unë që besoj në kristianizëm. Është njerëzore vëlla, do të ta urresh të keqen. Po Krishti thot urrëtia nuk çka kërkon. Se helmo veten tatë. Mos vepro me urrëtia, po mos vepro me urrëtia, po duhet ta ndëshkosh. Nëse s'ka rëndësi. Se ne Ballkanas jemi ne si ka thonë Fisha prapë se dalë. Po me urrë tjetër dhe e di kush e keqja këtu kryesore. Këta nuk urrejnë ty se i ke bëj gjë. Tu urrejnë se i suksesshëm. Jo, edhe i suksesshëm po e lëmë se quaj vetëm sukses. Jo. Po jo, tu urrej pse ti do të Tiranë, pse ti do Sali Berishën. Po nuk e urrej. Dhe të jemi sinqert, dhe të jemi sinqert, ky krau gjoja i djath ka gjuhë shumë më të rreshme, shumë më vulgare se këto që janë edhe kur kanë pushtet, nuk janë më të edukuar. Tash kjo është merë shifri rrjetet sociale. Merë shifri rrjetet sociale, nuk e kanë krahu. Se këtu
I majt. Ka dhe një pjesë vinë edhe nga koha e komunizmit, këta që majtë dhe kanë qenë më me shkolla se i ka bë partia me pushtetet. Komunista, këta krau antikomunist, më thonjë za? Ta. Këto janë qyqanone. Vrite, prite, qia syt, ashtu qitja syt, qitja syt. A kupta? Ose lujmë, ali. Qërë bë, dëman, e ju, se ora mund të jesh, ke drejtën të ati e shkundra meje. Po jepi argument, pëse? Po i s'ka argument, argument ka fsharjen, në thënë atë. Ti do Berishën, unë do Ramën, ai tjetër do Ilir Metën. Unë menoj këtë që më të këqij se Sali Berisha dhe Edi Rama, janë këta që janë as tyne. Këta janë gjëja më ndyrë, se shikon në fund fare, ata mund të kenë bo pasurinë, kanë vjedh, për vetë në vetë. Ma spjegom, po ti lef për auditligjet e tjetrit, edhe zihesh, edhe shkatërrohesh me mu për atë që ai ka milionet, çuni Saliut rros si që ik. Dhe shko e fliq gojen, e i thuj tjetri që mund të jetë i ndershëm, i drejtë, ç'as thubra atë, ç'a lloj shpifje, domethënë që nuk ka asnjë fakt ose kape shumë bukur. Për llogaritë të njërit që të ka vjedh ty të parin, ka vjedh ty të parin dhe përdor ty si ushtar plumi sot. Kjo dëshirë për qenë zagar me lef për llogarit hajdutit. Ta mund dëshirë për të qenë zagar. Kjo për mua është fatkeqësia më e madhe kombëtare. Dhe ka mira njerëz që rekrutohen me qejf, me dëshirë, me pasion dhe shprehin mlef e helm me gjithçka, pse po i shati hajdutin që e ka për shef apo për kryetar ai domethënë. Dhe kjo është pastaj këtu të vjen gjynov ose se ka dalë deri në nivel banalitet, deri në nivel njëram domethënë që ti domethënë bosh ur një njeriu që është për ta marrë me pështym domethënë ato që ketë kështu ai që drejt dhe këta e më peng Shqipërinë. Sepse këta pengojnë çdo lloj frymë ndryshime, këta pengojnë çdo gjë të re të lind, këto pengojnë çdo. Orën e jo, unë po them. Unë po dëm valla, se me që u hap tash. Ku që nga pa unë ftyrë të re që ka ardhur, se këtu më pëse janë çik më të kështu disiplinuar ata, se thot shefi i parë, çfarë thot shefi, janë më kështu. Në PD çdo të ri që ka pru PD-ja pruri, këta s'kan lënë bal pa i hudh ftyrë. E kanë ngel tash vesh me Sali Berishën sepse këta kanë përbal çdo njeri që ka hyrë mrena. Dhe për ne s'ka më figurë të mrena. Ore, s'ka. Këta ka shkatru vetë. Është ajo fletushka më së pa e bi prapë se di çam ndodhi. Ajo fletushka e Shqupit që ka ai Kasemi. Që quhet RD. Po. Faqet parë. Ilir Demalia, spion janë në tjetër vëllallike. Pra të që ndodhi mu. Do imagjino një gazetar. Është dhunu një koleg. S'ka rëndësi qarë. E para, thot mu spion. Po ti spionët i ke pas folene spionëve, ke pas partinë demokratike, ma ti ke edhe rilindje demokratike. Edhe po e përsëris pra. Po mos edhe kjo spion tash se shiko. Po jo më di çka quajnë spion. Ora këta që s'hapin dosjet fillojnë thonë spion ky spion ky. Këta kanë qenë kundër hapjes dosjet tash. Po ora un kam kërkuar dosjet, un kam marr dosjen. Ora o ke fakte ose këtë për e them që un kanë dalë njerëz që thonë për X, ora ke fakte për këtë. Po jo më jo, prit tash. O ke fakte fort ose mos fort sepse kam ndryshe zonin për hapjen e dosjeve që në 91 se s'desha më hap kët, po do të them niveli banal i këtyne, ë? Që aty e kisha. Kam kërkuar që 91 në hapjen e dosjeve, është me letër, me dokumenta. Po. Ashtu. Kartë puna kam shku, kam marrë dosjen time. Po. Tash këto lefin e ke publiku, e kam publiku. I ndjek që nga 84. E njerët e s'po hy. Nuk e kam përmburri se Pimu se s'ke bone gjo thjesht, s'ke bo gjo në keqë. Por Zotim ka rujt, Zotim ka rujt që mos kompromentohen se nështë edhe isha kompromentu. Tash ti, këta flasin, që këta i kanë me dokumenta, që i din gjitha, pse si hapi e i dosjet? 13 vjetë ka qenë pushtet. Ky, antikomunisti madh. Ky, që i thot gjithë sigurimi. Pse si hapi ky? Jo vetëm ai. Po, kur u diskutu hapjet dosje, unë kam mbrojt hapjen e dosjeve, këto kohë. Kur ishte sa u bo 2 vjet, 3 vjet. Të persekutuam valla, më kanë kërku mos folti për hapjen e dosjeve. Se dalin njerëzit. Po si dalin njerëzit vetë, më ja thash se një liatë se më keq kuptuan i ditje. Po. Nëpërmjet dhunës. Dhe më kanë sulmu mu. Po më kanë sulmu para. Se po i shërbej Edi Rama se po kërkoi hapjen e dosjeve. Kuptoti? A kuptoj. Nuk e si ka mundësi më njerëz persekutuar që kanë dalë, kanë luftuar kundër hapjes dosjeve. Kjo është metodë. Se komunistët e kuptojnë, ata s'duan se. Jo, e di pse ja ta themun, Ergys. Se këtu po të flasësh hapët sulmojnë mëse. Po le të sulmojnë, punë vet kanë, unë do të them temën. I kanë frikë me hap sepse është
domethënë metodë pune në çdo lloj zbulimi. Po të çym ke CIA. Ku i gje bashkëpunëtorët e vet? Ke grupi kundërshtar. Ku i gjeti bashkëpunëtorët e Bin Laden? Ja futi mrena ke grupi vet. Po. FBI, ku i gje ato që merren me droga e me drejt? Ja fut nga ato bashkëpunëtorët e vet. Pra, edhe sigurimi, platformën e kishte ke kundërshtarët. Aty do i gjete, aty i kishte më dobët. Nuk ja marr për të madhe. Më vjen keq. Më vjen keq, por që duhet bëj transparencë, duhet bë. Se abuzojnë gjithë mastaj. Se është kuti e myllët dhe gjithë abuzojnë, thonë ty spion. Në një kohë që unë kam kurajën, e morë dosjen time dhe i them ja ku e kesut një. Po patët i një material tjetër, qite. Jo. Këta janë burrec, këta janë njerëz dobët, këta janë njerëz që s'kan karakter, këta janë njerëz fliksira, që i sulmojnë tjerët për një kohë, për një gjë që ti kërkoj që të kesh transparencë. Kanë shërbyer në atë kohë dhe shërben edhe tash. Kjo është pyetje. Tash për ta mbyll, për mlidhe, si e shef protestën, si do shkoj? Shko, patjetër protesta ka hyrë në fazë stagnicioni, besoj. Nuk e di a do ketë rrudhja, apo do ngritja, apo do ketë. Unë besoj që do qëndrojë në lloj stagnicioni dhe nëse qëndron kështu, besoj që në shtator mund të ketë një val tjetër. Dhe pastaj nuk dihet çfarë ndodh më, pastaj se domethënë nëse rikthehet një val, vinë studentët, bojkotojnë mësimin, pra ndodh diçka më themi më problematike për qeverinë, ajo mund të prodhojë një lloj pasoje më të madhe. Megjithatë, unë mendoj që protesta, edhe sikur mos prodhoj më asgjë, protesta ka krijuar një thyrë të madhe tashmë. Unë e shoh si epokale këtë gjë. Politika nëse do ketë në plan me majt vetë, partitë paktën, duhet kuptojnë dhe të lexojnë vullnetin e shoqërisë i zbrazur në protestë. Dhe unë mendoj që vetë partitë, nëse do duan PD dhe PS-ja, që të kenë të ardhme, duhet të ndryshojnë. Sepse për ndryshe do t'i fshi historia, sepse realisht unë mendoj që nuk mund ta marrësh gjatë pushtetin kur shoqëria nuk të do. Kur them pushtetin nuk e kam vetëm për Edi Rama, po e kam edhe për opozitën, e kam për gjithë sistemin politik. Qofse ka të themi hendek të madh midis elitës politike jo kulturore tashmë dhe shoqërisë, kjo do prodhoj tension. Demokracia, një prej instrumenteve për të shfryrë tensionin ka zgjedhjet. Zgjedhjet, pra nëse përpara tensioni politik çohet në luftë, demokracia çon zgjedhje. Pra zgjedhja e shkarkon. Por nëse zgjedhja nuk është një instrument që e shkarkon më, sepse ti manipulon, sepse ti nuk ke kundërshtar, sepse ti s'ke alternativë, atëherë do rri tensioni në fuqi. Dhe nëse tensioni qëndron, kjo s'është e mirë për politikën. Politika që të shfrytëzojë tensionin duhet të dëgjojë zërin qytetar. Dhe unë mendoj që do ketë lloj reagimi, do ketë ndryshim. Dhe kjo do ketë ndryshim, dhe ndryshimi duhet të jetë sistemik mbi gjitha. Dhe unë besoj që një ligj do ndryshohet, paktën vota e hapur duhet vetë dhe do krijohet menojnë një të ardhmë një sistem jo më bipolar, po një sistem tripolar apo më shumë, sepse kjo është nosh demokracinë, e bën më të qëndrueshëm, pra qëndron ligji jo njeriu. Kjo është që sundon. Kjo është thelbi i drejtës edhe i demokracisë. Protesta ka arritur shumë për mendimin tim, edhe kaq sa ka bë. August, faleminderit, gjithmonë kësi. Gjithashtu.